keni postu një thënie të Ibn Xhauzit. Nëse Allahu ja do të mirën robit të tij, ai ja lekson gjuhën e tij që të dërgoj salavate Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ibn al-Xhauzi. Ibn Xhauzi, që dihet një prej dietarëve të mëdhej të Islamit, kolos i madh, më me thonë, i cili ka literaturë islame të shumtë. Edhe kjo zakonisht këto postime i bëj ditën e xumës, ose natën e xumës, ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka porositur që të dërgohet salavat natën e xumës apo ditën e xumës, ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Man salla alaihi salatan sallallahu biha 10." Kush më dërgon mua një salavat, Allahu do t'ja kthen aty me 10. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammedin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kur do me vërit dikush sa do dikoni këshire sa e përmen sënullah këshire vit sa e përmen sa e kanë gjune ti të lagur me salavat bile shpesher në gjami ka njerë bile më duket vetja monoton gjatë gjumave kur ligjeroj sidomos periudhën e fundit i kom pas librin e Imam Nevojut Riyadus Salihinin duke shpjeguar dhe aty normal përmendja haditheve dhe salavateve dhe ligjëratat përgjithshme, po sidomos kur e lexojmë para xumës Riyadus Salihinin dhe mundohemi me dhon shpjegime të ulemave, është interesant që e kam një shprehje të cilën e kam huazu nga disa prej dietarëve të Egjiptit. Konkretisht Muhammed Hussein Jakubit, Allahu e ruaj dhe i dhash punë të xhairit atij dhe neve ja Rabbi. Po, edhe gjatë ligjëratës e ka zakon për me të rejsh vërmendjen dhe me rizgju, me fresku xhamatin, e ban sallu ala al-habib. Çoni salat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo traditë të arabët nga dashuria që e kanë ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sidomos në Siri kur kam qenë student, është interesant që ata duku kacafit, sunullah, në momentet që u kacafitin, dil genjani prej anash, për mi da, sikur tani ojë çetsoneve burra, u thon men bihubb an-nabi bi salli alayhi sirionçe do an aksentin siram men bihubb an-nabi bi salli alayhi kush e don Muhamedin alayhi salam le çoj salavat ato tash gjatë salavatit që të thot pak gjoki ajo hidhrimi po edhe ishte interesant unë isha fëmijë atë kur pa ta shku në Siri do an 16 vjet 15 vjet edhe ishte interesant që pse ato po reagojnë me salavat nga dashuria ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe kujt Allahu ja do të mirën ja lecon xhumën on sabah, të edit që të dhikri sabahot edhe imramjes, edhe shikusit e din këta, që është e pëlqyer me dërgu salavat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. On dërgimi salavat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është një sevap i madh, për arsye se Allahu t'i kthen 10 tije. Pastaj ka ardhur njëri prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë ja Rasulullah, unë pelus Allahu, fa kam aj'alu min salati sa ta bëj prej kohës time që me të shu salavati. Ka thonë, a ban 1/3? Ka thonë, ban, po me shu halë ma mirë. 2/3 ka thonë, ban me shu halë ma mirë. Ka thonë, a ta bëj këtë lutjen time salavat? Ka thonë, ban e krejt. Idhen, jedhëbu hemmek, shkon brenga jyte dhe falen mëkatet e tua. Subhanallah. Domthon, me dërgimin e salavatit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, shkon brenga jyte edhe falen mëkatet e tua. Salavati me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ka vlerë të madhe, pa dash me munal shumë. Duhet me bësa më shumë, apo? Po. Domthon, barëm njërin ditë, unë kisha thonë edhe gjatë haditheve të cilet i përmend, po barëm ditë me po 10 në sabah 10 në akşam, thon Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, salavat ibrahimie të cilet janë namaz i bëjnë. Po, të përgjithshme. A çka është salavat për shembull? Allahumma salli ala Muhammed. Po, salavat është edhe kjo. Domethënë muj mi bë kështu, Allahumma salli ala Muhammed, Allahumma salli ala Muhammed, Allahumma salli ala Muhammed, Allahumma salli ala Muhammed. Domethënë kjo është ose sallallahu alaihi Muhammed. Domethënë format e salavateve janë të ndryshme, mund mi gjetën. Po më e mira ato në namaz kanë. Po, salavat ibrahimie që thirrën, apo thon. Edhe ato domethënë njeriu. Cilat janë salavatet ibrahimie, a ka mundsi që pyesin mos e shikues. Po, domethënë që i bëjmë në tejat. Po. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. Këto janë dy salavat ibrahimie. Thirrën pas etejatit, të duhet të thuhet domon në etejatin e dytë. Etejatin e parë e themi vish etejatin, ndërsa në etejatin e dytë i themi edhe salavat ibrahimie, siç është e njohur te forma e namazit. Alhamdulillah.